Të dashur miqë e mikesha, ndërkohë që te Bigu i Kosovës janë bërë motra e vlezër, sepse edhe pak ditë ndan nga finalja, në Bigun e Shqipërisë ndodhi diçka e pritur, por jo kaq shpejt. Ishte një batute Ledionit që kur erdhi vllai i Stenaldos, e la derën hapur, derën e kuqe kryesore dhe tha duhet ta mbyll. Jo, tha Ledioni, nuk kam ndonjë gjë, thjesht mund dali Kristi, por do t'i që Kristi doli, apo le të themi e nxorën, apo Kristi vendosi të dalë dhe këto bën sikur e nxorën, si është e vërteta e kësaj ngjarje. Benzin i hedh zjarri dhe një postim nga Erik Lloshi që tha Kristin e futën në Big Brother, e promovuan fort edhe një këngë bajame të dytë që bëri, ndërkohë që këngën tonë nuk e futën as tek prezantimi kur hyn brenda shtëpisë, ndërkohë që kemi një karrierë 20 vjeçare. Për këtë do të flasim sot. Prandaj kemi për emisionin tonë të varfër një sigël fukaresh. Zonja zotri, faleminderit shumë që vini tek takimi im në YouTube, në Olti Curi TV. Faleminderit shumë atyre të cilët i qëllon që i shfaqet video ime në YouTube, por 200.000 herë faleminderit atyre të cilët vinë dhe më bëjnë subscribe. Subscribe do të thotë regjistrohu dhe ju shikoni të parët videot që unë publikoj në kanalin tim në YouTube. Faleminderit sepse deri tani me gjitha videot e publikuara, po kapim rreth 8 milion klikime dhe kjo është vetëm fal jush, mirënjohje e respekte pafund. Ndërkohë që po flas paralelisht sepse Bigu i Kosovës është në përmbylljen e tij dhe të gjithë kanë filluar të falenderojnë njëri tjetrin dhe për të thënë se sa shumë të dashur kemi qenë, sa më ke ndihmuar, sa të kam dashur, me të bëf shavare, ka qenë një këngë virale që këndoi në për lagje apo të ku mblidheshin fëmijët apo adoleshentët, qoftë në Durrës, qoftë në Tiranë, të paktën këto që i njoh mirë. Edhe kanë mbajtur fjalime, janë ngritur në këmbë dhe kanë thënë faleminderit, me sërish e Klodi që i thonte faleminderit lundrimit e të tilla si këto. Kemi vetëm një debat të nxehtë që është Eliona me Dolçen, më shumë Dolça kundër Elionës se sa Eliona kundër Dolçes, por do e shohim se si do shkojë kjo punë në Prime-in sot. Ajo që duhet të themi është që patëm një ngjarje të madhe në Bigun e Shqipërisë, e cila kërkon zgjidhje dhe kërkon një përgjigje. Kristi, pasi tentoi 2 herë të kalojë murin, duket se iku një herë për gjithmonë, dhe këtë e vërtetoi edhe faqja zyrtare e Big Brother VIP Albania 5, duke thënë se Kristi ka lënë shtëpinë. Kristi e kemi të pranshmin e këngës Bajamja. Bajamja 1 dhe Bajamja 2 në klapa Selina. Por çfarë ndodhi? Çfarë ka ndodhur vërtet? Unë mendoj se Kristi gjatë gjithë kohës, duke qenë se ka qenë një personazh që ka nuhatur rëndësinë e tij, që në fillim kur hyri, ai vendosi të ndaj krevatet, vendosi Selinën dhe Mirin bashk. Unë personalisht, ky është vetëm mendimi im, mendoj që Kristi nuk e ka bërë me mendjen e tij këtë gjë, por me një sugjerim të vogël të produksionit. Zakonisht produksioni nuk thot hidhu dhe bëj këtë, por të lënë të kuptosh në dhomën e rrëfimit që po bëre këtë, ndoshta është një lojë e bukur dhe ndihmon lojën tënde. Këtë mund ta bëj me Kristin, mund ta bëj edhe me të gjithë banorët e tjerë, varet se si e luan mesazhin e dhomës rrëfimit secili nga banorët. Pra, sepse kemi të bëjmë me një reality show. Pra, është një realitet i kthyer në spektakël, kështu që asnjëherë nuk mund pretendojmë një vërtetësi 100%. Çfarë ndodhi me këtë? Duke bërë një gjë të tillë, Kristi e kuptoi që ka një rëndësi brenda shtëpisë, ka një rëndësi për produksionin, brenda shtëpisë për banorët, për veten e tij, por edhe për publikun jashtë. Jo vetëm kaq, por ai bëri edhe një këngë. Kënga është kthyer në hit. Sa postime në TikTok dhe Facebook janë me këngën Dridhe më Selin Dridhe, që është vazhdimi i këngës së Bajames dhe këtë e di mirë. Për këtë ka postuar sot edhe këngëtari i mirënjohur Erik Lloshi, një tjetër banor i Big Brother VIP Albania 5, i cili tha që Kristi ka marrë shumë nga ky Big Brother, sepse u bë me një këngë hit Bajame të dytë fal promovimit në Big Brother dhe nga Top Channel, ndërkohë që ne kënga nuk është na transmetuar, edhe pse kemi 20 vite karrierë. Pak a shumë ky ishte mesazhi që kishte postuar Erik Lloshi në profilin e tij në Instagram, duke komentuar daljen e Kristit. Po a doli Kristi dhe pse doli? Unë them që Kristi ka luajtur kartën që unë po dal. Kështu që kujdes, unë po dal. Kam përshtypjen se ka thënë edhe herë tjetër këtë gjë. Tentativat i ka bërë nga muri, produksioni me patjetër, duke qenë se Kristi është një lojtar nga 5-6 më të fortët, ka dashur që ta ketë në lojë dhe ka bërë pamundurën që ta kthejnë atë. Kristi ka menduar se kjo është loja. Pra, ai mund të vendosi
kushte produksionit. Por asnjëherë asnjë personazh nuk bëhet më i fortë sa do i fuqishëm tjetë se sa logo e televizionit. Asnjë konkurrent nuk bëhet më i fuqishëm se sa logo e Big Brotherit, sepse kjo jo se nuk e meriton Kristi apo konkurrentët e tjerë që kërcënojnë me ikje, por sepse pengon një zinxhir të gjerë pune të produksionit që është një punë prej dhjetra njerëzish aty brenda. Duke filluar nga roja më i thjeshti dhe deri lart produksioni ekzekutiv dhe deri tek prezantuesi tek Ledioni. Kështu që kam përshtypjen se ka ndodhur kjo. Ai ka thënë edhe një herë unë do ikej, do e lolojem dhe përgjigjja që ka marrë është okay, kësaj radhe miru pafshim. Nuk luftojmë dot më për të mbajtur këtu brenda. Por do thoni ju, pse ndodhi një gjë e tillë? Pse ndodhi në këtë formë? Ndodhi në këtë formë sepse ajo ka ndodhur një vendim i cili është marrë gjatë mbrëmjes duke u kthyer nga e enjte në të premte. Në orët e para të mëngjesit ne lexuam të gjithë që Kristi ka mbritur një zar fizi dhe që Kristi la lojën e Big Brotherit, pra u eliminua nga Big Brother. Por kjo nuk ndodhi duke qenë Kristi aty. Kjo ndodhi duke qenë Kristi në dhomën e rrëfimit dhe kjo na bën të dyshojmë që Kristi ka thënë unë do iki, jo s'do ikësh, jo do ikë, e diçka merr dhe ik. Dhe produksioni një gjë të tillë ka justifikuar nga ana administrative duke bërë një zarf të zi, duke njoftuar banorët nëpërmjet zarfit të zi që u lexua nga Brikena. Ishte një moment emocionues, Brikena u shkren lot gjatë kohës që lexonte që Kristi do linte shtëpinë e Big Brotherit dhe deri në këtë momente pra nga ana e me dokumenta të rregullta, produksioni është okay. Duke thënë që Kristi eliminohet nga gara dhe lë përgjithmonë shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Por mos do ishte më mirë që Kristi të ishte brenda shtëpisë kur të lexojë ky zarf dhe që të bëjmë me besueshme eliminimin e tij, pra ti eliminon një banor që nuk është aty, mos vall ai banori ka marrë çantën dhe ka ikur, çantën krah dhe është larguar, apo ka qenë duke shkuar tek shtëpia e tij në Vlorë gjatë kohës që ju keni sjell zarfin e zi, sepse nëse do të ishte një eliminim, atëherë në sy të gjithë banorëve do të ishin mbledhur të gjithë përfshirë Kristin aty dhe duhet ishte dhënë kumti apo lajmërimi që ky zarf fizik ka ardhur për Kristin. Ka ardhur për Kristin jo më kot sepse ka bërë këtë, është vendosur kjo dhe në fund fare Kristi ka lënë shtëpinë. Por unë mendoj edhe një herë tjetër se pa dashje Kristi ndoshta ka pretenduar që është i përzgjedhuri apo i llastuari i produksionit, por ku e dim ne se produksioni nuk i ka dhënë mesazhe të tilla dhe banorëve të tjerë. Kështu që ndoshta Kristi mos ka menduar që vetëm unë kam marrë mesazhe nga produksioni, pra unë kam bërë lojën e produksionit dhe produksioni më detyrohet diçka. Dhe sa herë ti them produksionit që po e lë shtëpinë, produksioni duhet thotë aman Kristi mos e lër shtëpinë. Kjo është pyetja dhe ky është dyshimi që un kam në lidhje me këtë histori. Megjithatë, ne do të kemi që në Prime një përgjigje zyrtare që duhet besuar 50%, por të vërtetat e mëdha gjithmonë do t'i thotë koha. Kështu që do të presim pak sepse ka dhe një gjë. Këtu në Shqipëri të gjithë spionojnë falas. Kështu që do të dali e vërteta nga produksioni, nga njerëzit, nga familjarët, nga banorët që do të dalin, gjitha gjërat e tjera, ne shumë shpejt, u them brenda 10 ditëve do të dali e vërteta pse Kristi e la vërtet lojën e Big Brother VIP Albania 5.